Ju përshëndes, mirë se erdhët. Qeveria ka paralajmëruar rishikim të skemave në mbështetje të fermerëve. Madje prej disa javësh ka nisur një proces konsultimi me fermerët për të kuptuar edhe nevojat që ato kanë. Në të njëjtën kohë, brenda 2026-s, pra përgjatë këtij viti, do të nisë edhe censi i bujqësisë, që do të jap një tablo, një fotografim le të themi të situatës në të cilën ndodhet sot sektori. Mbi këto dy aspekte le të themi do të flasim ditën e sotme. Kam kënaqësinë që të kem në një komunikim të drejtë për drejtë zotin Fatos Fico, eksperti i zhvillimit rural. Përshëndetje zoti Fico. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju për praninë, ndërkohë që do të kemi edhe zotin Dashamir Çela, blegtor. Përshëndetje zoti Çela, faleminderit për kohën. Mirëmbrëma, faleminderit. Kënaqësi që jeni me ne. Zoti Çela, dua ta nisim bashkë këtë bisedë për të kuptuar situatën në cilën ndodhet sektori. Pra problematikat, edhe duke i shprehur në vetë parë, le të themi, problematikat me të cilat ju haseni, por duke u ndalur pak edhe tek takimi që keni zhvilluar me ministrin e bujqësisë Andi Salla, lidhur me këtë procesin e konsultimit për rishikimin e skemave të mbështetjes. Ndalemi fillimisht tek problematikat për t'i evidentuar ato dhe për të kuptuar se sa rezonojnë, le të themi, me qasjen që duhet ketë qeveria në drejtim të mbështetjes. Po, përshëndetje. Po, përshëndetje. Si që dini, blegtoria ka qenë gjithmonë domethënë kushte të vështira dhe është një punë domethënë që pak njerëz e bëjnë. Po. E shoh nga viti në vit domethënë blegtoria është në rëndje sepse ka një sër faktorësh domethënë, mos subvencionimi real domethënë. Kemi konkurencë të jashtme, sidomos nga Hungaria, Serbia, Kosova, Maqedonia. Dhe blegtoria domethënë s'ta vjen edhe kurrë. Dita ditës shohim që po kurrë domethënë. Ne kemi disa ligje domethënë me Opel Ballkani që ka bërë qeveria, po ajo favorizon domethënë qumshin e importit, mbi ne domethënë, ne penalizohemi në këtë fakt. Kështu që edhe dije me anë të takimit të patëm, domethënë shoqata jonë do të bëjë me ministrin e bujqësisë, ja bëm me dije domethënë, jo si kemi bërë kësaj radhe, kemi bërë disa herë, por sidomos në këto ditë tani jemi në shumë kohë të vështirë për blegtorinë. Dhe ne na duhet o të subvencionohemi njësoj si rajoni, mos ta themi si Evropa, po të paktën ose të vënë një barë doganore me importin e qumshit që ne jemi të pasubvencionuar, ata janë të subvencionuar. Kështu që ne kemi shumë të vështirë të jetojmë situatën. Zoti Çela, ju evidentuat faktin që blegtoria është në rënje dhe në fakt këtë e dëshmojnë edhe shifrat e Instatit. Po ashtu faktin që nuk jeni konkurrues në raport me vendet e tjera. Këto problematika ju i keni parashtruar edhe në takimin që keni zhvilluar një ditë më parë me ministrin. Apo jo? Çfarë qëndrimi pati ministria, le të themi, mbi këto shqetësime, por edhe kërkesat të artikuluara nga ju? Ministri duket se ka dëshirë domethënë të bëj, por nuk e di se sa varet sa është në dorë të ministrit, sepse një projekt buxhet domethënë limituar që është bërë për 2026 e shoh shumë vështirë domethënë që të kemi të paktën një subvencionim real blegtorisë shqiptare. Megjithatë shpresoj me në të paktën na ndalojnë domethënë, ose jo ta ndalojnë, por të paktën ta dhënë taks mbi importin e qumshit, që të paktën edhe ne të jemi domethënë konkurrueshëm me rajoneve. Kupton se ndryshe në problem katastrofë, dita ditës. E qartë. Zoti Fico, problem ka qenë aflatoksina këto ditë e fundit, po ata pothuajse 90% e blegtorëve kanë rregulluar domethënë, sepse edhe aty patëm ca probleme me misën e importit e me misën e vendit. Po bëm të pamundur ne si shoqat për të këshilluar blegtorë, të merrnin masa domethënë që ne të jemi domethënë më të
të sjellim një qumësh më të mirë ndaj konsumatorit edhe kështu që e shoh pothuajse 90% e qumshit është shumë i pastër për momentin. Dhe në atë drejtim do të them punë 2-3 ditë që ata pak fermer që kanë ngelur besoj se rregullohet, nuk është ndonjë shqetësim madh. Kishin shqetësim edhe këta ministri, po kjo është gjë që rregullohet, po këto të tjerë janë çik është problem domosdoshmë. Sidomos importi dhe mos subvencionimi real ne kemi shumë problem për të mbijetuar. E qartë. Zoti Fico, duke dëgjuar këto shqetësime le të themi që manifeston sektori, sigurisht nuk i dëgjojmë le të themi për herë të parë, megjithatë përballë kësaj problematike në të cilën ndodhet sektori i bujqësisë dhe sektori i blegtorisë në veçanti. Dhe faktit që është paralajmëruar rishikim i skemave të mbështetjes. Fillimisht, gjykoni që është e domosdoshme të rishihen skemat duke lidhur pak edhe me censin, apo do t'ishte e udhës që fillimisht të kemi këtë fotografim, pra tablo të situatës reale, më pas të gjenden mënyrat se si duhet qasur. Pra fakti që po rishihet skema pa u kryer censi, është e përshpejtuar le themi kjo formulë dhe do t'ishte e udhës e kundërta? Po, besoj që është e dura, pra duhet të rishikuar skema, madje duhet parë mirë skema. Besoj që censi ka kohë, do më thënë efektet e censit, ose më mirë çfarë duhet bërë mbas censit, nevojitet një kohë e gjatë, sepse censi presupozohet që të bëhet në fund të këtij viti. Do më thënë në vjeshtën e këtij viti. Pastaj sa dalin të dhënat, sa të përpunohen, do të kërkoj kohë, kështu që efektet censit do t'i japin ndoshta shpresoj për buxhetin e vitit të ardhshëm. Por aktualisht mendoj që është emergjente, do më thënë është e nevojshme patjetër që të ndryhet sidomos për blegtorinë. Për blegtorinë duhet patur parasysh një gjë. Ne fillimisht kemi pasur si shoqëri, pra si vend, si ekonomi, kemi pasur fillimisht nevojë për sasi prodhimi. Dhe këtë arritëm ta siguronim, domethënë kemi pasur mjaftueshëm qumësh, kemi pasur mjaftueshëm krer, lop dhe të tjera me radhë. Por tani nuk bëhet më fjalë për sasi, pra që thjesht të sigurojmë sasin. Tani bëhet fjalë për standarde, pra ai qumësh që ne marrim ose prodhimet blegtorale që ne marrim, qumshti, mishi, djathi dhe çdo gjë tjetër, duhet jenë me standarde dhe jo me standarde do si do, por duhet jenë me standarde europiane. Edhe çmimet që paguan konsumatori janë çmime europiane, madje shumë herë janë dhe më të larta se çmimet europiane, por edhe gjëra tjetër është që në këtë situatë pra ku ndodhen prodhuesit, ato duhet përballen dhe aq më tepër me konkurrencën nga jashtë, sepse vendet e tjera e kanë kaluar me kohë këtë fazë, pra kanë kaluar shumë vite përpara, madje dekada përpara, fazën që duhet prodhojmë një herë, duhet prodhojmë sasi për tregun, mjafton që dalim treg, dhe prodhojnë me standarde. Megjithatë, vendet duhet thënë që vendet e rajonit, sidoqoftë nuk kanë standarde europiane, kanë standarde ndoshta pak më të mira se ne, por jo standarde europiane. Dhe por për të arritur standarde duhet që patjetër fermerët të ndihmohen. Dhe Europa kur i ndihmon fermerët, pra politika që bën Bashkimi Evropian dhe politika ku ne duam të shkojmë, nuk është politikë që synon sasin, nuk është politikë pra që të shtojmë sasin, të shtojmë rendimentin me çdo kusht, të dalim në treg me çdo kusht. Përkundrazi, të gjitha politikat, të gjitha subvencionet lidhen me standardet, pra që prodhimi të jetë i sigurt, ai prodhim pra që merret të jetë i sigurt, të shkojë sigurt tek konsumatori, dhe gjithashtu edhe të ketë mirëqenie për kafshët, pra që lopët, kafshët mos keq trajtohen gjatë prodhimit, por në njëjtën kohë duhet patur parasysh që blegtoria është një nga ndodësit kryesor, jo aq për efekte klimatike, domethënë mund të diskutojmë gjithë ditën dhe gjithë natën për efekte klimatike që ka blegtoria, por ndotjet që japin, ndotjet në azot ose ndotjet në mbetjet fosfatike janë shumë të larta, pra që i krijon bujqësia, dhe këto ndosin ujrat, ndotin tokën, ndotin lumet, liçenet, detet, dhe patjetër që shkakton probleme. Qoftë edhe për ujin e pishëm të vetë fermerëve, për shembull që marrin ujë nga puset. Pra për gjitha këto arsye kërkohet ndërhyrje nga shteti, kërkohet ndihmë nga shteti në mënyrë që fermerët jenë në gjendje të prodhojnë, por të prodhojnë me standarde dhe që ky prodhim me standarde të dalin në treg. Prandaj drejt kësaj duhet shkojmë.
që si ta rinë ta ndërtojmë këtë ndihmë që të marrin fermerët. Pikërisht. Hapi i parë minimal është po, përpara se të ndaleni tek mënyra se si duhet t'i qasemi pikërisht këtij objektivi, pra të prodhojmë me standard, duke qenë se edhe me sasi nuk konkurrojmë dot, sidomos në një treg të madh, siç është tregu i Bashkimit Evropian. Por unë dua të mbeten pak tek ajo që tha zoti Çela, pra faktin që produktet shqiptare janë të dizavantazhuara në raport me produktet e importit. Përmendi edhe disa vende, le të themi, në të cilat ka një konkurrencë më të fortë. Edhe ajo çfarë është kërkuar është që të ketë një taks, le të themi, për produktet e importit. Gjykoni që është e udhës një ndërhyrje e tillë, le të themi, e zgjidh deri diku problemin që kanë në raport me konkurrueshmërinë? Jo, ne nuk mund të vendosim tarifa, kemi të pamundur të vendosim tarifa, ne kemi marrëveshje të tregtisë së lirë, qoftë me vendet e rajonit, qoftë me Europën, pra nuk mund të vendosim tarifa apo barriera. E ke shumë gabim, se gjithmonë të na i plasni fytyrë domë. Nuk e ke domethënë tek CEFTA, e ke domethënë ne kemi tregtit lirë, po ne jemi më pak subvencionuar nga Bashkimi Evropian apo nga Kosova apo nga Maqedonia apo Malizi apo Serbia. Po ta shikosh poshtë ka një kluazol thot ku në qoftë se fermerët nuk janë të barabartë, atëherë i shtohet taks qumshit të importit që ata të jenë konkurrueshëm në vendin e tyre. Mirë, kjo ka të bëjë me politikat e një vendi. Ai subvencionohet me 1.000 euro për krejë lopë dhe me 100 euro për krejë lopë, edhe qenë në rregull. Mirë, por kjo nuk zgjidhet edhe me taks. E qartë, por kjo nuk zgjidhet detyrimisht me taks. Mund të zgjidhet edhe përmes rritjes së subvencionit, ndryshimit të skemave të mbështetjes. Po të bëjnë po nuk kanë lekë për të bërë rritjen e subvencionit, se unë e di në shoh për buxheti për rritjen e subvencionit nuk kanë para për ta bëjnë. Ndaloj portin, që ne kemi mundësi të zhvillohen. Zoti Fico, në fakt, kjo është revolta që mund të ketë, shiko pa dashur, por kjo është revolta që gjithmonë janë dy. Revolta që shpreh zoti Çela, por njëkohësisht mund të jetë revolta e shumë fermerëve, doktorëve që përballen me këtë situatë. Është revolta shoqatës që ishte dje përballë ministrit. Dhe nuk dua t'i dëgjojmë me këtë histori se kam një 10 vjet që i dëgjoj, jo nuk e ndalojnë dot tregti e lirë. Ktu Amerika është shtet i parë në botë ku vjen puna e kput 40% taks. Çdo lloj shteti tash u kërko ka ne jemi të pasubvencionuar zotë. E kërkuat zoti Fico, ju kërkojnë ndjes, vetëm për të kuptuar pak. Ju kërkojnë ndjes, zoti Fico. Ndërkohë, zoti Çela, e kërkuat këtë gjë, pra vendosjen në një taksë dhe cili është qëndrimi që mbajti ministria, konkretisht ministri i bujqësisë lidhur me këtë kërkesë? E ka për detyrë ministria të vendosit taksën, në qoftë se ne nuk na subvencionon njësoj me rajonin, atëherë ne nuk jemi konkurrent me rajonin. Rajoni importon, e di zotëria sa milion litra qumsh janë importuar si vjetë Shqipëri. Ma thuaj pak me shifra. 8 milion litra qumësh, 5 milion euro import. E kupton? Edhe si vjetë, po mod, qoftë se vazhdojnë këshu, po thuaj se gjysmë e blektorisë do humasin fare. Si unë nuk ndaloj ka tash, unë hapitem me ju, por a e doni ta bëni me këtë vend apo s'doni ta bëni? Se kuptoj. Tani që të mos e kthejmë diskutim personal me zotin Fico, sepse është në nivel eksperti dhe nuk ka asnjë përgjegjësi mbi politikat që duhet dhe janë ndërmarrë sa takon. Janë në nivel eksperti, do të thosh sa gjëra shpështjanë. Jo të flas. Ju nuk më thash se lëkore të flas gjëra kot. Sepse ne po vuajmë kurrist, nuk jemi aty për studio dhe të flasim me njëri tjetrin kot domoshta. Patjetër, me shumë të drejtë. Vetëm më thoni cili është qëndrimi që mbajti ministri lidhur me këtë çështje. Ministri na premtoi që do bëhet diçka o me rritjen e subvencione, o me ndalimin o me shtimin e taksës të importit. E la të hapur mundësinë. Na premtoi për ta shohim sa zgjidhje do ketë domosdoshmë historia. E la të hapur mundësinë. Sepse edhe kështu nuk vazhdohet më, se kemi kaq vite domosdoshmë që u mjeruam. Më kërkojnë, ju këta kërkojnë standarde, kërkojnë mos ndodhjen e ujit, kërkojnë këta, kërkojnë atë. Çojnë edhe qumshin me 500 lekë. Duan edhe uljen e aflatoksinës, duan edhe mirëqenien e kafshës. Po këto duan lekë, moj zonjë, duan lekë.
nuk bëhen pa lek. Ja kupton? Që do të arrijë standardet Bashkimit Evropian, do ta subvencionosh fermerin të arrijë. Nuk mund të arrish kot me llafe studio. Duhet t'japësh parat fermerit, që fermerit bëj përpara. Se nuk është blegtoria një çështje hiqi, blegtoria është çështje kombëtare. Nëse ti s'ke blegtori, nuk ke shtet. E qartë. Zoti Fico. Po unë pikërisht të po thoja që është e domosdoshme, është një emergjencë kombëtare, blegtoria, por kjo nuk bëhet duam apo s'duam ne. Edhe aq më tepër nuk mund të shitet qumshi me aflatoksin, kjo është e papranueshme. Domethënë më mirë mos kemi qumsh fare se shitet qumsh me aflatoksin sepse është rrezik publik, nuk mund pranohen. Nuk e pranojmë me tash. Jo më kohë nisa me. Ja zoti Çelat me standardet. Jo më kohë nisa me standardet dhe gjithmonë fermerët ose çdo aktivitet prodhues për të arritur standardet ndihmohet. Dhe këtu patjetër që duhet ndërhyrja e qeverisë për të rritur standardet. Dhe standardet tek ne, domethënë në rritën, domethënë ka shumë aspekte, por një nga gjërat kryesore që ne kemi është për shembull që ushqimi i blegtorisë është shumë i shtrenjtë. Ushqimi i lopëve është shumë i shtrenjtë, qoftë ushqimi që prodhohet në vend, qoftë ushqimi që vjen nga importi. Dhe këtu nuk është investuar asnjëherë, domethënë asnjë qeveri shqiptare nuk ka investuar ose nuk ka pasur një plan afatgjat si ta krijojmë, si ta bëjmë më të lirë prodhimin e qumshtit. Kemi pasur, prodhimin e ushqimit për blegtorinë. Qoftë edhe duke, domethënë gjatë pandemisë u shfaq me forcë, sidomos importi i ushqimit për blegtorinë, sepse ushqimet proteinike çdo vendi importon, pra sojën, misrin, grurin që duhen për blegtorinë importojnë, pothuajse nga gjithë bota dhe janë pak vende eksportuese. Dhe një nga gjërat gjatë pandemisë ishte që qeveritë murreshin që kemi bërë marrëveshje, kemi siguruar ushqim të lirë për blegtorinë. Këtë qeveria shqiptare nuk e ka bërë ndonjëherë, qoftë që të mendoj afatgjat si të sigurojmë sa më shumë prodhim vendas për blegtorinë, ushqim për blegtorinë, qoftë si të sigurojmë sa më lirë importet për ato që na duhet. Pra, që këtu fillon që ushqimi jon është i shtrenjtë, ushqimi i blegtorisë është i shtrenjtë. Gjëra tjetër që duhet patur parasysh është që jemi ekonomi tregu dhe konsumatori nuk do t'ja di dhe konsumatori që ne kemi nuk them se unë për vete gjithmonë blej produkte lokale. Por konsumatorët janë ato që janë dhe konsumatorët tanë kryesor janë pensionistët. Pensionistët kanë të ardhura të kufizuara dhe pensionistët nuk mund të blejnë një litër qumësht me 1.000 lekë të vjetra. As nuk mund të blejnë qumshin me 1.500 lekë të vjetra. Pra dhe këtu është gjëja tjetër. Këtu mund ndihmojnë pensionistët ose prap një politika afatgjatë është që të hiqet TVSH-ja ushqimeve dhe kjo lejon që prodhuesit dhe përpunuesit të marrin një çmim më të lartë nga blerësit. Por në momentin që ne paguajmë dhe 20% TVSH për çmimin final, prap kjo është një taks shumë e rëndë që i shtohet kostove të larta të prodhimit dhe kostove të larta të përpunimit. Besoj që rimbursimi me 10% i TVSH-s, për ato ferma që nuk janë subjekte të TVSH-s, është një ndihmë dhe për mendimin tim nuk duhet lënë çdo 6 muaj subvencionim, ai rimbursimi që i bëhet fermerëve, por ky rimbursim duhet bëhet çdo muaj. Sepse kështu në këtë mënyrë i japim likuiditet, pra i japim para fermerëve që për investimet që kanë bërë, pra kur kanë bler inputet, kur kanë bler ushqimin për blegtori, ja u kthen direkt për një herë, ja u kthen mbrapsht 10% të çmimit që paguan. Dhe besoj që është një ndihmë jo e vogël. Pastaj dhe ndihmat e tjera që duhen, pra që nga kushtet që kanë stallat, sepse kushtet që kanë stallat lidhen direkt edhe me rendimentin që merret. Kuptohet rendimenti, pastaj kostot, me mënyrën se si ushqen, mënyrën se si mbahet, duke filluar nga uji që pinë, ose gjithë problemet që ka blegtoria në Shqipëri. Një problem tjetër është që tek ne është diskutuar politikisht që duhet kthehemi ke një familje një lop, që nuk ekziston, domethënë është si të kthehemi në mesjet, nuk mund të ketë një familje një lop. Që kemi qumësh shqiptar, që prodhojmë qumshin brenda vendit, do të shkojmë drejt fermave të mëdha, do të kemi një minimum krerësh për stall, mund të jenë 50, mund të jenë 100, mund të jenë 30. Duhen studime për këtë në bazë kostove që kemi, kostove të punës, kostove të ushqimit, kostove që dalin treg, të transportit, të ruajtjes, pra nuk janë gjëra të thjeshta dhe nuk janë gjëra që zgjidhen brenda momentit, por si të qoftë, duhet filloj puna që këto të bëhen.
dhe nuk mund të diskutojmë që të kthehemi prap një fermer, një familje, një lop dhe dalim qumësh, të dalim të shesim qumshi me bidona si qitesh dikur. Prandaj patjetër që vlektoria ka nevojë për shumë ndihmë, por ndihma duhet menduar dhe duhet menduar mirë, planifikuar mirë dhe patjetër që duhen shtuar fondet, por ama nuk duhet harrojmë asnjëherë që jemi në ekonomi tregu dhe që klientët blejnë deri në një çmim të caktuar, nuk mund që çmimi i rritet pafundësisht dhe fermerët do ta blejnë sepse edhe konsumatorët do ta blejnë. Janë institucionet. Prandaj janë institucionet, pikërisht për të amortizuar, le të themi, këto rritje që mund vinë, por edhe për t'ju dhënë mundësinë e frymarrjes, nëse mund të shprehem në këtë mënyrë, për produktet vendase. Pra, politikat duhet jenë të tilla që t'ju krijojnë kushtet fermerëve të prodhojnë dhe ky prodhim të aksesohet pikë së pari pra nga konsumatori shqiptar. Po, zoti Çela? Unë kam vite dhe i dëgjoj këto domethënë që jo do fermeri do të jetë me sigurinë ushqimore, jo këtë. Unë nuk jam kundër as sigurisë ushqimore, as ne nuk mund të qesim në rrugë me bidona, dhe kjo është është jashtë standardeve, nëse ne pretendojmë të hyjmë në Bashkimin Evropian, po kemi me mira ekspertë në Ministrinë e Bujqësisë. Dhe këto gjëra duhen bërë, domethënë, duhen nxjerrë në terren, të shikojnë stallat, të shikojnë fermat, çana çalon ne ti bëjmë ose na lejnë 2-3 detyra për t'i bërë. E kupton? Po duhet të ecim. Unë e shoh ne vetëm flasim për media dhe në terren nuk bëhet asgjë. Nuk ka asnjë ekspert vinë të këshillojnë fermerin, blektorin. Patëm të probleme me aflatoksimin dhe vetë ne me njëri tjetrin e zgjidhëm, me ekspert, me privat, me lek, ne kemi Ministrinë e Bujqësisë që ka ekspert të punës. Dalin ose mos është ata të vinë fermë, po mund dilë edhe me një deklarat ose me një email t'ja u nisë të fermerët, thoshë që ju zotëri e keni probleme këtu, keni këtu, do t'i zgjidhni këto gjëra. Po dhe për ferma mund të vinë të shikojnë standardet e ferma, kush janë ferma, si do t'janë ferma. Po tash ne kur pretendojmë t'i bëjmë, se ne themi 2027 apo 2030 do hyjmë Bashkimin Evropian. Ne akoma jemi të kullot zotëria të një lok, të 2 lok, qumësh me kova, qumësh me bidona. Subvencionim nuk ka. Këto gjëra nuk bëhen vetëm për media, vetëm me të folur, edhe vetëm... Po patjetër, edhe duke i parashtruar si shqetësime dhe si problematika. Edhe unë dua t'ju falenderoj në fakt që pranuat t'ishit i pranishëm, sepse edhe përmes zërit tuaj, ngritët këto problematika që janë sot pjesë e sektorit, dhe ajo që shpresojmë është që së paku në këtë procesin reformues, pra për ndryshimin e skemave, të reflektohen të gjitha këto shqetësime, probleme me cilat ju hasen. Shpresojmë që pastaj edhe blektoria mos ka ta nisë të keqe, se po qëse ne nuk reflektojmë dhe nuk e shohim në realitetin ashtu siç është, situata mund të përkeqësohet. Situata mund të përkeqësohet. Mirë, unë ju falenderoj zoti Çela. Faleminderit për pranë. Faleminderit shumë edhe juve. Ndërkohë, zoti Vico, do të vijojmë edhe në pjesën e dytë, do të na duhet të shkojmë në pak publicitet dhe rikthehemi sërish në studio.